Një avion i vogël mjekësor me 4 persona në bord është rrëzuar të njëjtën në mëngjes pranë Ruidoso në shtetin amerikan New Mexico, sipas autoriteteve të aviacionit në SBA. Avioni, një Beechcraft King Air 90, ishte nisur nga qendra ajrore e Roswell dhe po udhtonte drejt aeroportit rajonal Sierra Blanca kur u rrëzua rreth orës 4 të mëngjesit sipas orës lokale. Ngjarja ka ndodhur në një zonë të largët dhe të pullzuar. Autoritetet lokale raportojnë se në zonën e malit kapitan është parë zjarr pas rrëzimit, ndërsa ekipet e emergjencës, zjarrfiksit dhe policia janë angazhuar në terren për të menaxhuar situatën dhe për të kërkuar informacion mbi gjendjen e personave në bord. Hetimet për shkaqet e aksidentit po zhvillohen nga Administrata Federale e Aviacionit dhe Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit në SBA. Deri tani nuk janë dhënë detaje të tjera për gjendjen e pasagjerëve apo ekipazhit.